Rama ka kaluar është sot më pranë Washingtonit se sa Brukselit. Ka që thjesht është. Prandaj se takon njëri. Ka që thjesht është. Kalimi në bordën e paqes. Më i padashur. Të gjitha këto lëvizje diplomatike që Rama ka bërë së fundi e kanë bërë atë shumë pranë Washingtonit, ndryshe nga ç'po ndodh me Brukselin dhe kryesisht me Gjermaninë. Kur themi BE-n, themi Gjermaninë. Ndryshoi diçka mes Ramës në momentin që shkoi në Amerikë dhe në bordën e paqes. Ka ndryshuar patjetër. Çfarë ndryshoi? Unë do të jap një fakt që nuk e kisha vënë re, po hyra pak ta lexoja dhe e dini ju kur është deklarata e fundit e Shtetit Bashkuar të Amerikës apo një zyrtar të lartë amerikan që thotë mbështesim integrimin evropian të Shqipërisë? E fundit ka qenë në verën e vitit 2024. Pra, me administratën Biden. Me ardhen e administratës Trump nuk ka një deklarat të një... Se duhet ta thonë? Pikrisht pra, ka ndryshuar klima, ka ndryshuar qasja e BE-s. Pra, nëse Shteti Bashkuar të Amerikës deri dje ishin shumë të interesuar që Shqipëria të integrohej në BE, tani nuk e kanë shumë problem. Është e pavërtet kjo. Si është e pavërtet? Ku e ke? Mos thuaj një deklaratë. Ja, një moment.